Këtë sure duke na tregu Allahu subhanahu jalla jalalu që Zakaria alayhi salam po bën dua idh nada rabbahu nidaan khafiyya, kur Zakaria alayhi salam e thiri Zotin e tij Allahun jalla jalalu nidaan khafiyya, thirrje khafiyye me zot ulët, me zot të mqehur, me zot ulët. Ka diçka Zakaria a.s. kërkon për Allahut subhanahu jalla jalalu diçka. Qala rabbi, Zakaria a.s. thot, o Zoti im, dhe kret duat, thirrjet, kur bëhet dua, po të shikosh në Kuranin Kerim, kret duat nisen Rabbi, Zoti im, Zoti im. Përzidhet Rabb, emri Allahu Jalla Jalalu, Rabb, Zoti im. Qala Rabbi, inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su shayba, wa lam akun bi du'aika Rabbi shaqiyya. Zakaria a.s. kërkon për Allahut subhanahu jalla jalalu diçka, përpara se mi kërku Allahut subhanahu azza wa jalla jalalu, Zakaria a.s. nxjerr në pah dobësinë e tij. Do të thot inni wahana al-'azmu, kockat e mia janë dobësu prej pleqërisë të rëndë, se ka qenë moshë madhore. Washta'ala ra'su shayba, dhe flokët e mia janë thinj, janë zbardh. Allahu subhanahu jalla jalalu e din se Zakaria alayhi salam është blak. Allah azza wa jall e din që flokët e Zakarias alayhi salam janë zbardhu. Mirë po subhanallah, këtu edhe dietarët na mësojnë që kur të bësh dua e për ullur për Allahut subhanahu jalla jalalu, dhe të shfaqesh dhe ta shprehësh dobësinë tënde me gojën tënde, me zemrën tënde Allahut subhanahu jalla jalalu. Sepse ti do ta ndjesh edhe duan më shumë. Pash Zoti thoni, kur ti e bën dua me zemër dhe me shpirtin tënd, e bën një duat sinqert, ke një problem në jetën tënde, ke një smundje, ke borxh, ke probleme burrin, ke probleme grun, ke probleme vjerit, ke probleme nuset, ke probleme nga më të ndryshmet. Nëse ti ulesh dhe fillon e bën dua duke përmend dobësinë dhe duke përmend atë çka të rëndon, dhe shikosh se si do ta ndjesh ti duan edhe më shumë. Do ta ndjesh edhe më shumë, do ta bësh duan me gjithë shpirt. Ti duke e shpreh Allahut subhanahu jalla jalalu atë që të mundon. Duke i drejtu Allahut subhanahu jalla jalalu që o Zot ti ke gjithçka në dorë. Ti i plot fuqishëm. Unë jam i dobët. Unë jam i dobët karshiteje. Prandaj, subhanallah, ai plaku i cili, historia i cili, që i kishte kap një peshk, që t'ja çonte familjes, ta ushqente familjen e vet, i varfër, plak, i dobët, dhe i dalin 2-3 djemë të fuqishëm, djemë të ri, dhe ja marrin me forcë peshkun. Ja marrin me forcë peshkun dhe i thot, mosni se kjo është ushqimi i familjes time, mosni se është ushqimi i fëmijëve të mi. Fillon qeshin, fillon edhe tallen me plakun. Ky ka bën një dua dhe ka thënë për duas që ka bën ky plaku, ka thënë, o Zot, tregoje fuqinë tënde
O Zot, tregoje fuqinë tënde mbi fuqinë e tyre. O Zot, unë jam i dobët. Ato Allah e tregun fuqinë e vet mbi dobësinë time. Ju ka drejtuar Allahu të kështu. O Zot, ato e tregun fuqinë e vet mbi dobësinë time. O Zot, tregoje fuqinë tënde mbi fuqinë e tyre. Dhe rezultati këtij duas që ka bë ky plaku, shikoni mënyrën se si e ka bë duan. E ka nxjerrë në pah që unë jam i dobët dhe ato janë të fuqishëm. Mirë po ti o Zot je i plot fuqishëm. Dhe rezultati i duas të plakut, çka u bë? Rezultati i këtij duas të plakut që njëri prej atyre që ja ka marrë peshkun kryesori e zuri smundja kangrenës, që ja ka hangër trupin gjithë. Duaja kur bëhet me shpirt, bëhet me zemër dhe tregohet, nxjerret në pah dobësia jote, e ndjen më shumë dhe kur e ndjen duan më shumë, kur e ndjen duan më shumë, prit edhe përgjigjen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam çka ka thënë? Adullaha wa antum munqinuna bil ijaba. Luteni Allahun dhe t'jeni të bind gjatë lutjes që ti bën, ta kesh bindjen që Zoti i Madh xhelle xhelalu do të përgjigjet. Që Allah azza wa jall do të përgjigjet. Dhe kështu Zakaria alayhi salam, që Allah subhanahu xhelle xhelalu e përmend në Kur'anin Kerim, e fillon duan e tij duke thirrë Allahun subhanahu xhelle xhelalu, qala rabb. Ju drejtu Allahut azza wa jall tha o Zot. Dhe ka tregu dobësinë e vet që kockat e mia janë dobësuar për pleqërisë. Flokët e mia janë thinj për pleqërisë. Megjithatë, sado që unë jam i dobët, sado që unë jam në këtë gjendje, çka thot? Walam akum bi duaika rabbi shaqiyya. Asnjëherë Zot nuk jam mësuar që mos më përgjigjes duave të mia. Gjithmonë më përgjigje ya Rabbul Alamin. Shikoni bindjen, subhanallah. Bindjen që kanë pas pejgamberët në dua dhe kanë thënë walam akum bi duaika rabbi shaqiyya. Kur një herë nuk jam mësuar që ti mos më përgjigjesh mua ya Rabbul Alamin. Nuk jam mësuar. Çka kërkon Zakaria alayhis salam? Çka kërkon për Allahut subhanahu xhelle xhelalu? Edhe fillon domethënë edhe vazhdon. Përpara se më kërku, Zakaria alayhis salam vazhdon. Zakaria alayhis salam ti lutet Allahut azza wa jall kur thot wa inni khiftu al-mawaliya min warai wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya. Dhe Zakaria alayhis salam në këtë dua i ka kërku Allahut subhanahu xhelle xhelalu fëmijë, nuk ka pas fëmijë. Pse i ka kërku fëmijë? Wa inni khiftu al-mawaliya, sepse Zakaria alayhis salam nuk e ka kërku fëmijën. Thjesht se un jam baba dhe duhet të kem një fëmijë. Thjesht se un jam një prind, një bashkëshort dhe kërkoj fëmijë. Jo. Nuk ka qenë vetëm kjo. Po ja kryesorja ka thënë që të lej mas deke, mas me jetë lej dikan që t'i udhëheqi këto njerëz. Që t'i udhëheqi këto njerëz. Që t'i drejtoj këto njerëz. Dhe nxjerr në pa, dhe Zakaria alayhis salam gjatë duas nxjerr në pa që un jam në plak, jam mosh madhore. Dhe gruaja ime nuk lind. Megjithatë Allahu subhanahu xhelle xhelalu çka i përgjigjet Zakarias alayhis salam? Allah azza wa jall thot i thret masi Zakaria alayhis salam bën dua, masi Zakaria alayhis salam kërkon fëmijë Allahut azza wa jall dhe tregon pse don fëmijën Zakaria alayhis salam. Allahu subhanahu xhelle xhelalu çka i thot? Allah azza wa jall i thot ja Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samia. Allah subhanahu xhelle xhelalu i përgjigjet Zakarias alayhis salam dhe i thot: O Zakaria, ne do të përgëzojmë me një fëmijë. Ne të përgëzojmë, u lute
le të përgjigjim. Ama shifni, prandaj ju e përmenda më lart, që shifni mënyrën e duas që ka bë Zekaria a.s. se edhe duaja ka rregulla. Për rregullave të duas ta madhërosh Allahun. Për rregullave të duas ti jesh domethënë e përulur për Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Ti jesh e koncentruar në dua, të kesh sabër, të kesh durim në dua. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam na tregon që Allahu subhanahu xhelle xhelalu do të përgjigjet derisa ti nuk shpejton. Yustajabu al-abd ma lam yasta'jil. Profeti alayhi salatu wassalam thot Allah azza wa jall i përgjigjet njeriu të robit të tij derisa nuk shpejton. Edhe arsyeja pse shumë dua thon dietar nuk përgjigjet Allah azza wa jall nuk përgjigjet sepse shpejtojmë. Bëjmë dua dhe menjëherë duam përgjigjet. Kërkojmë diçka për Allah azza wa jall dhe menjëherë duam përgjigje. Jo, ti bën dua. Përgjigjen ta jep Allahu kur është më e mirë dhe si është më e mirë. Ajo që prej nesh kërkohet, është që të bëjmë dua kur vjen përgjigja dhe si vjen përgjigja Allahut azza wa jall, ne nuk e dim se kur do vi dhe si vjen. Mirë po të jemi të sigurt. Allah azza wa jall ta jep përgjigjen kur është më e mirë dhe si është më e mirë. Mjafton kjo, kur është më e mirë dhe si është më e mirë. Dhe Allahu subhanahu xhelle xhelalu pra i përgjigjet Zekerias alayhi salam dhe i thot ja Zekaria, o Zekaria, inna nubashshiruka bi ghulamin. Ne të përgëzojmë me një fëmijë. Fëmijë që ta ketë emrin Yahya, ai që ka vendos emrin subhanallahu djalit Zekerias alayhi salam është Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Ja ka vendos emrin Yahya. Dhe thot i madhi Zot, lem naj'al lahu min qabl samiyya. As njeri nuk e ka pas emrin Yahya para Yahjes alayhis salam. Sepse i madhi Zot xhelle xhelalu përmend në Kur'anin Kerim. Dhe Yahya në gjuhën arabe ta përkthesh shqip vjen i gjallë. Vjen nga haya, vjen i gjallë. Ju jeni pleq, ti je plak dhe gruaja jote nuk lind dhe me logjikën e njeriut, si do të dali prej një plaku dhe prej një gruaje në mosh, flasim mbi 70 vjeçar. Si do lindi një fëmijë? Mirë po ka ajo që ne na duket e pamundur, te Zoti është e mundur. Prandaj Allahu subhanahu xhelle xhelalu ka thënë lam naj'al lahu min qabl samia, asnjëri nuk e ka pas këtë emër. Pra Allahu azza wa jall i përgjigjet Zekerias alayhi salam. Dhe Zekaria alayhi salam kur Allah azza wa jall i lajmëron, çka thot për habis? Jo për habis kudretit Allahut. Njëri në një moment kur ndodhet moment domethënë të atill që ti e din që kjo ka ndodhur dhe ta jep dikush diçka. Ti jep dikush për shembull një dhuratë të shtrenjtë. E thot kjo është e jotja. Edhe ti bën pyetja, a kjo e imja? E jotja është e jotja, ama ti e bën pyetjen, a kjo është e imja? Zekaria alayhi salam çka i ka thënë? Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Qala rabbi anna yakunu li ghulam. O Zot, unë do kem fëmijë. Wa kanat imraati aqira, dhe gruaja ime nuk lindën. Wa qad balaghtu min al-kibri itiya, dhe unë jam në një moshë shumë madhore. Allahu subhanahu xhelle xhelalu si e kthen përgjigjen? Qala, melaqet i kanë thënë, qala kadhalika qala rabbuk huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a. Melaqet i thënë Zekerias alayhis salam, ky është urdhni i Zotit dhe kjo është që Allah azza wa jall ka caktuar që ti të kesh fëmijë, dhe thot në fund të ajetit thot dhe unë të kam kriju, s'ke qenë asgjë. Kur të kam kriju, s'ke qenë asgjë. Asnjë sen nuk e qenë. Qad thot Allahu subhanahu jalla jalalu, wa qad khalaqtu min qabl wa lam taku shay'a. Kam kriju dhe ti nuk e qenë asgjë. Tash Zekaria alayhis salam kërkon isharete kur dhe ngeli gruaja shtatzan.
Thot Zakaria alayhi salam në Kur'anin Kerim Allah azza wa jalla thot qala rabbi jalli aya. O Zot njep një shenjë, ta di se kur do ngeli gruaja shtatzan. Qala ayatuka alla tukallima an-nasa 3 layalin sawiya. Allah azza wa jalla thot shenja jote që gruaja jote do ngeli shtatzan është që ti nuk mund të flasësh 3 net. 3 net ti nuk mund të flasësh. Do mundohesh me fol, për nuk folën. Përveç thonë dietarët, përveç dhikrit, përmendjes Allahut. Vetëm përmendjen e Allahut azza wa jalla xhelalu e ka pas mundur me fol. Tjetër gjë, si je, si shkon, ku shkon, çka bën? Jo. Përveç përmendjen e Allahut subhana jalla xhelalu. Përveç përmendjen e Allahut azza wa jalla. Vazhdon historia e Zakarias alayhi salam dhe Allahu subhana jalla xhelalu kur e lajmëron Zakaria alayhi salam që të ketë fëmijë dhe jepi shenjat dhe lindën Zakaria dhe lindën Yahya alayhi salam, Allah azza wa jalla thot ja Yahya, i drejtohet Yahjes, djali i Zakarias. Lindi Yahya alayhi salam, Allah subhana jalla xhelalu çka i thot ja Yahya khudhi al-kitaba bi quwwa واتيناه الحكم صبيا. Allah azza wa jalla i drejtohet Yahjes, djalit Zakarias. O Yahya, merre kitab, librin, mesazhin Allahut azza wa jalla, je pejgamber, je profet. Dhe thot Allah azza wa jalla واتيناه حكم صبيا. Dhe qysh i vogël ka pas urtësi Yahya alayhis salam. Ka qenë i mençur, ka pas urtësi. Sa thuhet në disa transmetime kur ka dalë Yahya alayhis salam i vogël, duke ka pas shokët e vet, dhe shokët e vet e kanë thirrë, kanë thonë o Yahya, hajde lujm, si çdo fëmijë. Hajde lujm. Yahya alayhis salam si ka këtë përgjigjen? Ma lillahi bi khuliqna, nuk na ka kriju Zoti me lujt. Qysh i vogël ka pas urtësi. Qysh i vogël ka pas urtësi. Dhe Allahu subhana jalla xhelalu përmend në fund historisë, ti ka përcjell 2 ajete, që thot Allahu subhana jalla xhelalu wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya. Wa salam bi Yahya. Ditën paqja Allahut, selam do thot paqja Allahut. Paqja Allahut është mbi Yahjen ditën kur do lindi, ditën kur do vdesi dhe ditën kur do ringjalli. E thon ulema, thon dietarët, to janë 3 momentet më të vështira të njeriut. To janë 3 momente më të vështira të njeriut. Ditën kur lindën, pse? Sepse ti del nga një botë që ke qenë konform, domethënë komfort e ke pas rahatin barkun e nanës, ke qenë një botë që Allahu subhanahu jalla xhelalu të ka ushqyer nëpërmjet nanës, dhe ke dalë prej barkut nanës dhe ke hyrë në barkun e kësaj dynjaje, dhe do dalin prej barkut kësaj dynjaje, dhe vështirë dalësh prej kësaj barkut dynja, sepse nuk e dim se çka na pret në botën tjetër. Asnjëri nuk e din se çka do na presin në botën tjetër. A Zoti është i kënaqur, a nuk është i kënaqur? Ne mundohemi të bëjmë atë që Allahu subhanahu jalla xhelalu na ka urdhëruar. Ne mundohemi ta duam të madhin Zot. Ne mundohemi të bëjmë urdhat e Zotit të çojmë vend dhe të ndalemi prej atyre gjërave që Zoti xhalla xhelalu na ka ndal. Megjithatë jemi njerëz, gabojmë dhe nuk e dim tani ne nuk e dim se çka pozite kemi te Zoti. Ne nuk e dim se çka pozite kemi te Zoti. Asnjëri nuk duhet ta rafi gjoksin e vetë dhe thot unë jam i mirë te Zoti, sepse nuk i dihet se si jemi te Zoti madh xhalla xhelalu. Nuk e dimi a e kemi pozitën e mirë tani, a nuk e kemi pozitën e mirë. A na don Zoti në këtë gjendje që janë tani, a nuk na don Zoti madh xhalla xhelalu. Prandaj thon dietarët janë 3 momentet më të vështira për njeriu. Këto 3 momente që Allahu subhanahu xhalla xhelalu e ka qetësu Yahya alayhis salam, paqja e Zotit do jetë mbi kur do lindësh, paqja e Zotit kur do vdesësh, paqja e Zotit kur do ringjallesh. Më thon Allahu subhanahu xhalla xhelalu e ka siguru, mi po ne nuk jemi të sigurt.
Megjithatë se majmë shpresë edhe gjithmonë njeriu besimtari nuk do ta humbi shpresën dhe të ketë mendim negativ ka shi Allahu Azza wa Jall. Gjithmonë do të kesh mendimin pozitiv ndaj Allahut subhanahu xhella xhelalu. Prandaj dietarët na mësojnë thotë shkon drejt Zotit me dy gjëra, me dy krah shkon drejt Zotit, me frikën dhe me shpresën. Me frikë dhe me shpresë. Hec drejt Allahut Azza wa Jall me frikën dhe me shpresë. Prandaj Allahu subhanahu xhella xhelalu thot: "Nabbi ibadi annani ghafurur rahim wa anna azabi azabun alim." Lajmëroje Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lajmëroje robët e mi që unë jam i mëshirshëm. E kam mëshirën e madhe. Ama duhet ta dinë edhe diçka, wa anna azabi azabun alim, dhe dënimin e kam të madh. Dhe dënimin e kam të madh. Dhe thonë që njeriu kur është në momentin më të vështirë, në momentin më të dobët, momentin për shembull që je i smur, momenti që je në pikën më të dobët, je në smundje, ku e di, duhet të kesh gjithmonë shpresë ndaj Zotit. Ta kesh shpresën e madhe të Allahu subhanahu xhella xhelalu. Dhe thot Allahu subhanahu xhella xhelalu dhe paqja e Zotit do jetë ditën kur do vdesësh dhe ditën kur do ringjallesh. I drejtohet pra Jahjes alayhi salam. Çka ndodhen me Zekerian alayhi salam dhe çka ndodhen me Jahjen alayhi salam? Me Zekerian alayhi salam dhe Jahjen alayhi salam ndodhen ajo çka është përmend faktikisht që babë e birë janë vra. Të dy bejkamert i kanë vra. E kanë vra Zekerian alayhi salam, e kanë vra Jahjen alayhi salam. Kush e ka vra? Pse e kanë vra? Normal, atë që e kanë vra ka qenë Ben Israil. Pse e kanë vra? Ta ri deri në atë shkallë që të ngresh dorë mbi profetët e Zotit. Të vrasësh profetët e Zotit. Të shash profetët e Zotit, duhet jesh barabart me shejtanin. Do t'jesh barabart me shejtanin.